E kur nuk I njeh ato ti detyrohesh thjesht me bën një punë kundër dëshirës tënde. Thjesht me gjetë veten diku. Po pa e njohur thelbin ton, atëherë na për atë njerëzit janë krejt kohën në kërkim. Edhe mund pyesin njerëzit, fiqëri, si është e mundshme, unë po meditoj, po nuk po e tërheki jetën e ëndrave të mia. Nuk e tërheki jetën e ëndrave tua. Sepse ti mediton, futesh në meditim, plus e detyron veten ndoshta me fut në meditim, atëherë del prej meditimit, po 9 orë tjera ti prap duhesh me punu. E nëse e bën punën që nuk të përmbush, pra që humb energjinë vend se me marr energji, atëherë ty të krijohet një identitet tjetër, programohesh, edhe nuk mundesh me tërheq jetën e ëndrave tua sepse nuk je ka jeton energjinë tënde. Edhe tash kur nuk I tërheq gjanat që I don, ti I largon ato edhe më shumë sepse je ka vepron kundër dëshirës tënde, kundër energjisë tënde. Energjia bjen çdo herë më shumë, ma asanaj vjen kjo pjesa e frekuencave që ti je çdo herë në frekuenca të ulta.